ne kemi një problem, është bërë një grop këtu te ne. Edhe është 10 metra e thellë. Edhe është shumë e gjerë. Sa vjen kur bien shiret, kur ajo vjen edhe zgjerohet. Gjumi po e bëjmë me frikë. Ne kërkojmë ndihmë që kjo grop të vinë dikush, ne specialistë ta shikojnë ç'a do bëhet. Fëmijët i kemi frikë se vinë edhe duan ta shikojnë edhe unë gjansin e diçka. Për kuriozitet duan të vinë këtu, po rrezikojnë dhe familjet, edhe fëmijët. Sa ata janë fëmijë dhe nuk dinë gjë. Të paktën të vi na ndihmojnë edhe ta shikojnë se ç'a problemi ka, si do bëhet, edhe çfarë do ndodhi. Ta dim dhe ne se çfarë ka. Se kjo po bën 2 muaj që është hapur, edhe sa vjen thellohet, edhe zgjerohet. Shtëpia ime është këtej matan, rrezikohet, edhe shtëpitë e tjera këtu rrezikohen. Edhe ne këtë dum, ta dim se çfarë problemi ka. Kjo që është hapur, nuk duam asgjë më shumë. Na shteti, kush na ndihmoj, kush ketë mundësi, kush të vinë ta shikojnë. Asnjë gjë tjetër. Pa shumë është, vërtet. Kjo ka i kështu krau shtëpisë këtej thuj. Kjo na krau shtëpisë. Rrezikon nga shtëpia, po flem me frikën edhe. I me rrezik nga shtëpia se s'kemi ç'a të bëjmë me. I me kërkojmë ndihmë na shtim na kjo, ç'a të bëjmë edhe. S'kam kuja maj dhe unë mojnë me. Kjo ishtë. Ç'a të bëjmë me kjo shtëpi, ai 3-4 metra shtëpi, safër shtëpisë. Kjo tek ja tek shtëpia. Ja shtëpia. Ai shtëpi në gjithmonë thellohet. Duhet na ndihmoni, bo kjo është e rrezikshme. S'kemi ku ja marrim mone. Prandaj ne kërkojmë ndihmë nga shteti. Kjo është e gjithë. Vinë na ndihmojnë. Ja, po vini pa i tërvot, shumë pa e shikoni. Ta çoni dhe ju atë kërkesën tonë të lartë. Prandaj duhet shumë më shumë, sa më para. Që vini ta shikoni. Seni.